Instituti i Kosovës për Drejtësi, përmes programeve të veta në vazhdimsi, zhvillon aktivitete të cilat kanë për qëllim vetëdijsimin e qytetarëve dhe institucioneve shtetërore mbi të drejtat, respektivisht obligimet e tyre. Në nëntor të vitit 2023, IKD kishte ngritur zërin kundrejt shkeljeve ligjore që po shkaktonin padrejtësi ndaj pensionistëve, duke u pamundsuar që ta gëzojnë pensionin e moshës, krahas atij që e marrin sipas ligjit për kategoritë e dala nga lufta. Do të thonë, deri më tash ka qenë një problematike përgjithshme që personat të cilët kanë përfituar prej, do të thonë, atë lloj skeme pensionale që ka dalë prej ligjit për statusin dhe drejtat e kategorive dala nga lufta, nuk kanë arritur, do të thonë, që të gëzojnë edhe drejtat e tjera që i kanë taku, për shkak se i është referuar, do të thonë, një dispozite të një ligjit të përgjithshëm, konkretisht ligjit për skemat pensionale të financuara nga shteti, dhe shumë prej këtyre personave fatkeqësisht, do të thonë, nuk e kanë gëzuar këtë drejtë. Për këtë çështje, IKD ishte zotuar publikisht dhe kishte marrë përsipër trajtimin e këtyre rasteve përmes qendrës për ndihmë juridike falas, në mënyrë që pensionistët të gëzonin të drejtat që ju takonin sipas ligjeve në fuqi. Me qenë se këto të drejta tashmë realizohen përmes vendimeve gjyqësore, qendra për ndihmë juridike e Institutit Kosovës për Drejtësi mbetet e hapur për të gjitha këto kategori që t'ju ndihmoj individualisht për të realizuar të drejtat e tyre. Kështu, IKD, përmes qendrës për ndihmë juridike falas, ka trajtuar mijëra raste të pensionistëve në realizimin e të drejtës së tyre në 2 pensione. Disa prej këtyre rasteve deri më tani janë trajtuar në rrugë administrative, përderisa QNJ IKD ka iniciuar edhe qindra padi në gjykat. IKD, edhe përmes emisionit Betimi për Drejtësi, në muajin dhjetor të vitit 2023, kishte prezantuar hulumtimin se si kategorive të dala nga lufta, po u mohohet e drejta për të marrë pensionin e moshës dhe ato të luftës për shkak të keq interpretimit të ligjit nga shteti. Përmes këtij hulumtimi ishte bërë përpjekje që çështja të shkojë në vesh të zyrtarëve përgjegjës në mënyrë që të kuptojnë qartë ligjin dhe obligimet e tyre e të ofrohej zgjidhje e përhershme për këto raste, pa pasur nevojë që të shkohet përmes rrugëve gjyqësore në raste individuale. IKD në vazhdimsi edhe përmes reagimeve publike ka bërë përpjekje që të ndikojë në përmirësimin e praktikave të gabuara të ndjekura nga zyrtarët e ministrisë, si dhe përgjetjen e një zgjidhje të përhershme përmes adresimit të çështjes tek bartësit e ministrisë. Instituti i Kosovës për Drejtësi dhe Qendra Burimore për Personat e Zhdukur 2 herë në periudha të ndryshme ju drejtuan Ministrisë së Financave, Punës dhe Transfereve me kërkesë për nxjerrjen e një akti juridik për zbatimin e ligjeve. Duke qenë se nga kjo ministri nuk ofrua asnjëherë asnjë përgjigje dhe asnjë zgjidhje për realizimin e të drejtave të qytetarëve, IKD dhe Qendra Burimore për Personat e Zhdukur kanë parashtruar padi në gjykatën themelore në Prishtinë. Kjo padi ende nuk është trajtuar. Ndërsa në kuadër të javës për ndihmë juridike falas, IKD organizoi tryezën e diskutimit mos zbatimi i të drejtave të pensionistëve në praktik dhe ngarkimi i gjyqësorit me lëndë. Në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues nga institucione kyçe të përfshira si KGK, Gjykata Themelore në Prishtinë, Departamenti për Çështje Administrative, Avokati i Popullit, Agjencia për Ndihmë Juridike falas dhe organizatat e shoqërisë civile, ndërsa asnjë zyrtar nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve nuk mori pjesë në diskutim. Puna dhe angazhimi gjithëpërfshirës i IKD-s ka filluar të jep rezultatet e para, ku pensionistët më në fund do të mund të gëzojnë të drejtat nga të cilat ishin privuar kundërligjshëm për vite me radhë. Së fundi, disa nga rastet e iniciuara nga Qendra për Ndihmë Juridike falas e IKD-s veçse kanë marrë epilog në shkallë të parë. Pensionistët e përfaqësuar nga Qendra për Ndihmë Juridike falas e IKD-s kanë filluar me pranimin e aktgjykimeve të rasteve të tyre ku gjykata ka aprovuar kërkesëpadinë duke njohur kështu të drejtën në 2 pensione, siç edhe përcaktohet me dispozitat ligjore në fuqi. Duke vendosur sipas padive të iniciuara nga Qendra për Ndihmë Juridike falas e IKD-s, gjykata deri më tash ka vendosur për anulimin e vendimit të Ministrisë së Financave, Punës dhe Transferit si të kundërligjshëm dhe ka detyruar këtë ministri që të paguaj kompenzimin retroaktiv e gjithashtu edhe për periudhën vijuese t'ia paguaj paditësit shumën e aplikueshme që i takon nga pensioni i moshës krahas pensionit të kategorive të dala nga lufta. Instituti i Kosovës për Drejtësi do të jetë për herë në shërbim të qytetarëve, me qëllim të avancimit të drejtave të tyre përmes sfidimit të praktikave të kundërligjshme dhe rrjedhimisht kthimit të ligjshmërisë në secilin rast.